Dash të shikoj se mirë mbrëma dhe mirë se çfarë mirë mbrëma. Ja pa çfarë mirë mbrëma Allah edhe mirë mbrëma, për gjur ma shpirtnore, ma e loshkës, aha. Mirë mbrëma dash të shikoj, mos ma prej djem që të farë pjesë. Lënë çështën, mos keni nevojë hiç me prej, është origjinal, ku gaboj, ku e kthej, hiç s'kena nevojë me çit fasad jem origjinal. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në Original Show. Ky është emisioni juaj. Original, me mysafir original, sonde kom përball, pak si ma unë, ashtu bashkë përball, një mysafir, një aktor dashtën për juve që se do një qare, s'keni pa dashtë, s'keni zhjit tjetër. Kështu që unë për vetës, e kom të për juve që unë forcoj dëreja, dhe kështë e kam si kështu një farë vënjer i ma në gjatë piqkojt në atë asi, po me mu është aktori Blerën Hevziu. Blerën, faleminderit që i ke ardhur. Faleminderit juve për ftesën me dhe. Po s'kom ftu ti, vetë ka thonë po të marrë. Po, faleminderit që e pranove këtë kërkesën të. Hajore se e kom ftu, normalisht. Blerën qysh je? Mirë, faleminderit mirë. Në kur që po m'intereson, po sa pak me fillu muhabetin, pak protokolli. Pun protokolli. Qa për me shki protokolli se një të përmen? Një farë vije. Një farë rani, një farë. A mja ditë rani në udës. S'va lajs për marrë veshtu të rejat. To qysh për... Blerën, qka është aktori? Aktori? A është njeri, o vla, qka është, që ati me spjegu pak se... është njeri në shumë profesionet mundshme. Qka ti del për para? Dhe va thonë, du të pas një hori thujse për kejt lamit e mundshme. I bje me lujt të lloj profesioni, i bje me përjetu lloj profesioni, herë mjek, herë ndërtimtari, herë profesor, e herë naj rrugaq që është rrugve, qka të na dale për para na i lujmë që ato. E du të pas një uri për qëto edhe shumë tjera profesione, ose lami, ose hobi, ose qka dhe kopshën ato. Ma shkort s'ka ka gjo puna ju? Pak e kur gjejt. E thash se, diqysh, pak ju aktor, esni pak si na, diqysh si ngeret, si diqka, qa për do këtë vetë edhe po, po si na i në përbur, si njerëzit në mëre, pa dhe mërë si mësë me ardha mjë këshyur, për kanë luni jo të? Jo, vëllana, veç për juve, për kërkën tjetër, bënë e sarot, jo, as ta s'kena që dalim s'ken. Ani me ju s'luni për qifi, kështu. Vami boj shfaqe për veti, pa publik. Që se kena publika, veç, kur gjenë publikën është atë lujmë për qefi. Pas, ka shkomene lopë, se mëjmë boj shfaqe për qërë tonin. Po kështë na bëjmë një shfaqe 3 muaj ditë lujmë për veti, pa publikën, mbrova. E kur vjen që ajo publikët, një japin për publik, një premier, ta ne vazhdojmë me repriza, po 3 muaj ditë pa publik punojmë për me dalë publikët për para. Që edhe neve na bjeme punu edhe pak edhe për veti. E kështu, jashtë profesionit ose kur ki vakt, a vjen Allah me qitë ploqë në e kona, me shku me thirë të kush me qitë ploqa, me një mu kuj në i sena. Me dit me qitë ploqë, une shkoj. Si shakon aktërim kërë. Si shakon aktërim heq. Me dit, për nuk jam fort i mirë nga këtë punë të dëvimtarisë, mos thom heq jam i mirë, si ja kam haberin fort e fort, po me ndimu me ta në gjitë dore me ta afru diçka të rriqë ato nga të. Muhabet bëj, ta shkurtoj ditën muhabet. Që shkon një në si shef fort e mije ka këto punë, si shas për minimu dikuj? Nuk jam që më lavdojnë shumë këtë punë. Jo nuk kam eksperiencat mira në kësi punë. E ti pse po thunë dërtim të... Se qëra, interesant është na e kemë zanot, kës na pelqen diçka, ta zonë për shkak të noza të shpinës, se kështë është kjo noza që po blokohet të qytetë që eshin këtu noza të shpinës. Këtu kërë blokohen është edhe ma keq. Animo që kjo e dorës, me bo me të hingjesht. Për momentin jam... Ja, ti s'pas ke probleme o noza. Njerës të ikin ndërtimtarisë për shkak të shpinës, ka pak asi. A mos i ke ikë për që ata e po thuj se ja këm zanot asi, apo ku e ki hallin? Për një mes ja ki zanot. Pak i kum ikë për që ata, tu ikë për që ata, veç kom dalë për zanotit ke, hec si ja kam zanot asaj pune, hec tash. E që në akterim, i bjem pak me thuj shpinën, kuptimin e reulleve, pak si plose. Pak si shumë ka njerë i bjem, po ajo është e mirë se duhet rëkit është fund për qatë. Qaj duhet rëkitja është, më thonë, shumë pagese e mirë për qatë dhimë që e ke përjetu. Atë ka po vakimës me duart rëkit, dherën, ose në i moment kur ti ke prit publiku me kesh fort, e ata kanë qenë shumë qetë.
Po dallon shumë publiku mbi publikut, e kam fjalën nëse japim një shfaqje në Prishtinë, tani tjetër e japim në Gjakov, në Gjelan, Prizren, ku dush. Një qytet tjetër. Një qytet tjetër. Çato që publiku i Prishtinës i ka pranuar, domethënë si batuta, kanë ardhur mirë te publiku, ndashta në qytetin tjetër veç kalon. Çato janë ndalë që që tu tash kanë me kesh publiku se e mësuat në Prishtinë që e ke bo, që është që në qytetin tjetër nuk ndodhi që ajo, po ka ndodhur dikon tjetër që se ke prit hiç. Kështu kjo shumë shpesh ka ndodhur. Ata në për komunat tjera ata me harç të vetin, a? Ta po. Me shtosat vetë, me shtuesa. Qysh? Varet keq që percepton. Domethënë është një farë dallon kultura prej kulturës, domethënë rrethin cilën jetojnë, ngjarjet që ndodhin në atë rreth, ndoshta të që e batut në Prishtinë ka ndodhur që ajo ngjarje, që ajo situatë që na e kena luajtur ata e presin shumë, e kanë shumë të afërt edhe e presin shumë më mirë. Për shembull në Gjelan nuk i ka ndodhur që ajo, po i ka ndodhur tjetra që ata presin që këtu nuk ka ndodhur që ajo, edhe janë shumë më të afërt me çfarë situatë që na sapo e luajtëm. Zisa po më kupton, zisa ka qartë se pak e përzitëm. Jo, veç po të ngrej kështu që me të kuptu sen. Veç hajt atin qështu, nëse inshallah publiku të morë vesh nesër. Inshallah. Lëran shumë është në rëndësi, tash mos të bëna kështu po di para aktorin, po kum lexuar se tash këtu ndal të farë. Po lexojmë se. Edhe ke pa shfaqje shumë. Kum po, sidomos tuat. Sidomos të mia të di. Kum po. Bëjmë 5 surprizat e kum po. Edhe të falenderoj shumë për këtë punë. Jo, ja marr me për shef ose marr për ty. Po e di, po. Nuk nozë. Po për mua është shumë ndjenjë mirë me marr 5 herë me kështu shfaqje. Mos më pas pëlqy si ardhur. Normal. Herën e parë e marr 10. Me vërtetu që shfaqja mirë. Tani jam shku të i marr njerëz mysafir në secilin shfaqje, po mendoj se secilin reprizë njëjtës shfaqje Baskerville që ka qenë mirë. Është një fjalë që përdoret ndoshta, po thon në zhargonin në fjalorin e aktrimit ose të publikut. Qyshe han skenën ose publikun aktori. Nai recet, nai model, se kur den skenë ke një publik përpara, është një përgjegjësi shumë e madhe. Frika apo luj mirë, frika apo i pëlqen publikut. Qyshe përbin ti qatë skenë që ti me qenë mandi i relaksum për me lujt. A ka nëj stil që ti përdor? S'po tham që është model që është i përgjithshëm, po ti që e përdor. Frika normal është e madhe, përgjithësia është shumë e madhe se kemi dalë para publikut që harxojnë kohë për ty, domethënë i ka dalë 1 orë për këtë rast për Medinë, unë po dal po vi për këshyri Medinë. Çka bojmë? Çka bëj unë? Çato në shfaqje, çato prova që i bojmë na 1 muj, 2 muj, 3 muj. Unë po të vetë se po do më mësuan për ti. Çato prova që i bojmë, unë vetë çato që kom bën prova ja qes publiku, që e kom punu. Qatë punën tem që e kom punu me muj, ja qes publikut për para. Që kjo është? Edhe du me thonë, a punojmë non stop për mi pëlqy publikut, po ndashta ka nëj rast që nuk i ka pëlqy publikut qaqë. Po veç ti dush me qitë qato që e ke punu. As ma shumë, as ma pak. Se do mos jo ma shumë, se sa nëse do me shtu diçka në premierë, se nuk kur gjozë bën me ato, po qato që u punu, qete para publikut, kallzoj e punën tonë, edhe publiku e vlerëson. Edhe publiku vlerëson shumë sinqerisht. Nuk di vlerësim as sinqert sa për publikut. Po, parafërsisht shfaqje që akum po të zonë tua, po dhe të shfaqje tjerë të aktorëve tjerë. Ka shfaqje që shkon deri 1 orë gjys 2 për shkak që luhet. Ka bajagi tekst shumë. Sidomos kur ka pak personazhe që luajnë. 1, 2, 3 aty edhe zgjatë shfaqje është. Qysh e ki për punën me mbamendje, ose çfarë teknike përdor për me majtë men tekstin. Është që për zotit memorin e kam shumë mirë. Na i eksternal nuk e përdor? Jo, nuk kam diçka, veç që më kam bona i sentinza, nuk e di unë e për veti jo. Po kështu njifta për kolegëve që e mësoj tekstin shumë shpejt edhe e majnë men shumë gjatë. Më thonë e patëm tash një shfaqje që nuk e patëm lujt një 5 muj. Po, 5 muj fix. Edhe u këthuj shfaqja bashkë me kolegëve e ke lujt para 5 muje, po dhe më thonë? Dhe më thonë, hera fundi që u lujt e kom para 5 muje. Tash u këthuj në qershor u lujt, tash u këthuj në nëntor. Që është një distancë kohore për tekst. Goxha shumë edhe plus që në për qato muj u punua diçka tjetër. Më thonë, ka hidhe një tekst tjetër në tru. Po e kom pas bashkë me kolegën tem, me shokën tem, Erion Fetahon, jena veç na 2 në shfaqje, edhe lunë shumë rol edhe partneri. Sa është partneri bashkëpunus, që kom pas fatën e mirë, kom pas shumë bashkëpunus në këtë shfaqje
që kom punu, kush ma shumë e kush ma pak, po shumë bashkëpunus, lunë shumë rol edhe partnerin në këtë punë. Çfarë energjie t'jep, çush e pranon, çush ja kthen, do të thonë partneri është shumë këç, ose sidomos te teksti. Sidomos që ke shfaqje që e ceka te emigrantët që jena veç unë edhe Erioni, e kam veç Erionin, do të thonë unë më varë atë Erioni, ai varet unë, nuk e kena tretin që me hime na ndihmu. Tretin e të katërin, janë veç na dy. Do të thonë shumë duhet me pas besimin e madh te partneri, edhe me vazhdu me lyp shfaqjen shumë vështirë. Do të thonë pa tut, pa trem që thonë. Kështu që kjo, partneri i mirë të pështon. Shumë për më interesant me ditë çysh e sheh partnerin, çysh e sheh gjatë shfaqjes. A e sheh sikur shokun tën, sepse kjo ka rëndësi, vetëm besoj unë, ka rëndësi se kur e keni shok që jetën e përditshme orgazmor, kënaqesh me to, ki mohabete që kesh me to vëlla, ton kuën. Kur je në shfaqje, atë kujto, a e sheh si çaja figura jashtë teatrit, apo je i thellum në tekstin dhe materialet, nuk e sheh atë figurë, se për ndryshe tu kish kesh në mënaj moment, ose del pi kontrollës. Ti çu shet, çu përdorsh. Gjatë provave, fa pyetje është mira ja ka bëj o zot. U shton pëlqy vet ja. Gjatë provave ndodh shumë shpesh varësisht për situatës që është lujt në shfaqje, të lidhet me diçka jashtë teatrit që ka ndodhur me partnerin që e kin sken. Ndodh shumë shpesh ajo që veç e nal kesh, apo më kujtu që kjo që e bën para gjyqësorë ashtu se që ka ndodhur para 2 javë, para 2 muaje, po kur ti para publikut janë te publiku gjithmonë po vlas. Para publikut janë prova e kalon diçysh. Janë 2 personazhe që e kanë raportin e vet mbas tekstit. Ai janë vllazën, ai janë shok, ai janë armiq, varet çka servon teksti. Po normalisht e kjo këtë pjesën personale që e kontrollon, nëse rastësisht ndodh diçka gabimisht në shfaqje ose harron me thonë diçka partneri ose harron me bëu një gest partneri, është edhe kjo pjesa personale që duhet të pasë në kontroll edhe atë pjesë. Edhe anasjellës, edhe partneri me pas kontroll mua nëse unë harroj diçka ose shtoj diçka ose çka do të ndodh tepër se sa shfaqje që u punu. Po kryesisht janë personazhet. Nuk mund me pas shembullon nëse kam nëse të kam shok edhe rrim na për ditë, po në shfaqje të kam armik, nuk me pas raport të njëjtë që kam kafe me ty edhe në shfaqje. Automatikisht dallojmë, kështu që në para publikut jemi personazhet. Edhe në prova, po në prova zakonisht ndodh diçka që ose thuhet ndaj fjalë që çet në personale. Po sa është e vështirë që kjo dërën me kalu prej kësaj pjese më zhvesh. Me lan këtu personalet këtu, edhe me kalu më fut në një palë roba profesionale me dikon që po thu ta zom je ose koleg shumë i mirë, ose shok, ose shoqe shumë e mirë. Sa vështirë që kjo se me gjithë atë ekip për balë një person që e njeh edhe ki raporte super të mira. Sa është e vështirë që kjo me nda qitë pjesë? Është goxha vështirë se kemi jetu një jetë tjetër. Më thonë jeni tjetër njeri. Nuk kam obleroni, po është personazhi. Do hulumtim shumë nëse e ka një profesion caktum, çka bën çaj profesion, sa vjet ka studiu, çka ka lexu, a ka punë me pacienta, a ka punë me nëse është mjek në këtë rast. Nëse është avokat, a ka punë me kriminal, me çfarë kriminal ka punë. Nëse je avokat shoku yt, që shoku shumë i mirë, është kriminali në këtë rast, ose pale akundër, do të thonë shumë do hulumtim, është e vështirë, po e them, po është që kjo është e mirë këtë profesioni që ka leramanishëm, nuk bëhet monoton. Do të thotë ti shkon te ora profesionale rrymës, edhe i nal të sigurisat e bleronit, edhe ka i ndezë sigurisat e personazhit. Do të thonë gjithë shka këputët e kjo pjesë, figurativisht edhe kjo pjesë. Hajde pak po du me të nguzë blerën se përndo këtë je ka një sharahat, avo? Pak rahat jo, po. Pak, ja, s'ka me ne rahat, nusën, bashortën, grunë tonë, a kështë pas qef mi pas aktore? Ja, të kap kulli, që është të kap kulli, normal, se si aktor, keni marak mirë razë grave të halë këtë aty në parole, një në këtina. Hajde tash, që shtu kështë do këty, vla, dikush me lujt një rel, pak ma të ndishëm me grunë tane.
Po tash to Pe kupton hajgaren, Po, normal, e qartë pak është më kjo. fol, se kena me dalë me fol pak për çitim, po do më fol vish çtu pak. E qartë është kjo që Hegare do të thonë po edhe nëse i shkon aktore jo nusja në të ardhmen që do të vi, nuk ka që kisha pas Se kjo problem. se ki tash nuk është aktor, ha? Tash nuk e kam hiç, është problemi. Na është aktore s'pedi, s'pe njoh halo. Aty si problem, peshe si se kia, shuj me sa atje, Halo nuk e kam këtë unazën që thotë që të bllokon keq. A ki gjepat vëgjel, e kështë ikon gjepat vëgjel, jo? Jo, për momentin jam jo shlirë jam. Po jo nuk e shoh problem se duhet të e di që është ato pjesë që po i thu që janë skenat të veçanta që ndodhen, tu e di që janë teknike, nuk ka që përfshihesh, nuk do me thonë që dashurohesh me qatë person, nëse e bën një puthje ose një prekje ose një përqafim ose e ki të dashur në skenë, ndoshta për një orë ose sa është shfaqja, ti çat procesin 3 muaj kemë pas se të dashur në skenë. Nuk do me thonë që të përfshihesh emocionalisht, se si të kryejmë provat kemë i ndani rrugët. Ajo shkon në shtëpi vetin, në shtëpi tonë, edhe vazhdon jeta. Do thonë nuk veç dallon, do me thonë që kjo apet kthehemi te personali edhe personazhi. Është shumë dallon, janë dy bota të kundërta. Kështu që nuk ka që kisha pas problem. Të e ditë pjesën profesionit që këto skena shkojnë teknikisht. Jo rasisht të pyta, kështu se doshta me të rejtu që temë. Si mentalitet të na, sa di me dalu që është një rol, edhe me dalu nga jeta përditshme, sepse jo rol kem paragjyku aktore, po dhe aktor, tu bazu me një rol të caktum, e kem paragjyku. Si mentalitet po flasë, na e pretendojmë Hollywoodin si industri, po me mentalitet sa jem na me shku te ajo industri. Qësh ma kanë tregu ma herët, do me thonë para ma shemë 20 vjetëve, 30 vjetë, 50 vjetë, që ma kanë tregu që shukon mentalitetit, tash është shumë ma mirë. Do me thonë tash kuptohet që është aktor, ose aktore, është me një rol caktuar, por nuk do me thonë që është edhe personale që ajo. Është e qartë për publikun që është një aktor në çdo rrethana. Nëse është kriminal, nuk do me thonë që ai si ta shën rrugë ka me të vrarë ty, nëse ka rolin e kriminalit. Po e kuptojnë që o konë rol. Më thonë edhe po te këto skenat e ndishme që janë që i ceke pak ma herët, te këto skenat pe thonë thojza erotike që ndodhen në filma të caktuar ose në shfaqje të caktuara, janë skena një ose dy në komplet shfaqjen. Ka raste që edhe nuk e kuptojnë që është aktor ose aktor, po apet është kjo çush mujti me bu. S'di sa po kupton. Shumë mirë. Po është me çush ma kanë kallëzu, me bu një krahasim që shkon para disa viteve edhe tash më duket që është në rregull, shumë e qartë për publikun që është bleroni, është edhe personazhi. Po do të thonë që kjo pjesa që para gjykon janë pak. Nuk janë shumë, sigurisht. Nuk janë shumë, ka, po nuk janë në masë. Më thonë masa kupton që është rol. Nuk është që jellet ti që si personi, si personazhi. Personalisht a ke pas në rast kur të kanë paragjyku? Qoftë me ndaj koment, qoftë me ndaj diçka kështu në publik. Paragjyku, s'po di sa më thon, po për shembull kur e kam pas në serialin Bashkallajk policën, për shembull ka pas shumë policë që kur jam taku me ta kanë thirr koleg për shembull. Një ndër to. Ose më kanë ndodhur njerëz në koncert xhirimit, kanë kujtuar që janë policë për ne. Më thoshë mos më dëno. Na hini kontrolla. Na hini kontrolla. Ka pas si raste, po janë të mira, shumë i duk këto kur të ndodhen, janë shumë të mira. Po tazon bashkë për këtë rrugën që po thot policit, atë karo mu mishnu me atë karo për shembull se edhe puna e rodit e kërkon një studim, besa një parafrim me personazhet, domethënë me jetën e përditshme, tazon atë karo me ndaj me policë. A o dasht po flas detyrimisht. Ti ke dasht vet. Me ndaj me policë, me thith energjinë e një polici që është në jetën e realit, profesionit, që mu duk sa ma mirë në rodin. Po, nuk kukon detyrimisht, nuk kukon e obligume... Jo, vetës ja ke po detyrim. Po, vetës po, nëse
Polic nuk kom njohë kështu personalisht, nuk e kom pas najkon që është për profesion polic, që kom mujtë me thirë, hajde ta pim një kafe, diskutojmë për këtë punë. Po më ka ra rastisht me nejt me... A me najt dënim, a me najt ka me... Po, edhe i kom këshyrë, që po bojnë, tek po bojnë, që shpëragojnë, qka nëse ja thom një fjalë ma shumë, edhe kom pa shumë gjerime që i bojnë policia që gjatë kontroleve, që shreagojnë nëse nuk i bindet, për thonë kështu, plotësisht urdhrave të policit, nëse ka në kontrol ose diçka. Kom këshyrë shumë gjerime të policisë, edhe më karon me pas edhe kontakt me polic, me bu muhabet për këtë punë, sidomos masi kom hynë serial, kom proces, kur më kanal ose diçka, ose rastisht i kom pa në rrugë, kemi bu muhabet edhe i kom pyet, ose më kanë dhënë ata vetë kritikë nëse që tona nuk e bojmë qështu. Që ato është me të pyet, a ke pas në kritikë që shtu të qoftë për policëve ose për opinionin që ja, së është policia jonë bashkë që shqipi përshkryun ti? Po, ka si se kuptojnë ashtë e rolin, që është komik, nuk është në realitet. Për policisë fatmirësisht të kuptu kjo që është hiperbolizu pak puna policit të personazhi jem, po foli të karakteri jem. Për shkaqe komike, për shkaqe komike të serialit, ju ka përshtat personazhi skenarit, unë ju kom përshtat skenarit që u koni shkruan qatë mënyrë edhe u dërtu karakterin bazë që ati skenarit që u koni shkruan. Edhe ajo fatmirësisht me policëve u prit shumë mirë. Sa herë që më kanë taku u prit tepër mirë, po më kanë dhonë shembull në qëndrime, që i kom pas qysh me nejt, qysh me marrë pozitat të caktume gjatë intervenimeve, për thëmë që i kom pas. Mi kanë dhonë do detaje shumë të mira. A kish mujt bleroni me qenë policë në realitet? Nuk e besoj. Pse? Çka të pengon që ti me qenë një polici mirë? Qa të kish pengu në realitet? Mu më doke që është përgjithësi tepër e madhe. Do me thonë është policia mu më doke të shtyllë për shoqërinë, për popullin. Qatë përgjithësi s'dija kisha mujt me bajt me përpikshmëri. Pa gabu dikon, edhe pse është njerëzore me gabu, kuptohet, po ndoket shumë përgjithësi e madhe, nuk e dija kisha mujt të përballu qatë përgjithësi, sado që edhe profesioni, secili profesion e ka përgjithësinë e vet, po ajo ndoket shumë përgjithësi e madhe. Ka intervenime, kemi mbajt një rend, kemi u përshtat secili qytetar, e kanë drejtën këtë qytetarët me kërku prej teje, duhet me ja plotësu që ato në bazë të nevojës dhe në bazë mundësive që i ki, që ato kërkesa. Është përgjithësi shumë e madhe, që nuk e besoj që kisha mund të përballu unë, personalisht. Në industrinë e aktrimit të artit në përgjithësi, Vlerën, a ka doslak? A shkojnë projektet me dosta? Kur po thëmë me dosta, po flasë për shembull, mund t'jetë, po supozojnë një projekt shumë i mirë, por kur shkohet me dosta, po të paktën ata dosta me qenë adekuat për projektin, e jo nështa mu prish projekti, të marë dosta shok edhe me dalë ma shumë sasior se sa cilësor një projekt. Po, e qartë. Ka doslak në aspektin që njihëm ketë me zveti, ketë komuniteti. Automatikisht ka ndë që e merë, ka me thonë që e ki dost, e more se e ki dost. Po, e shonë në dy variantet, që disa syve mund më pas e keqe kjo që e morë si dost, po unë e shoha si të mirë se nëse njihem na dy mirë me zveti, e kam fjallën kështu si profesionalisht, si personalisht, edhe di që kjo më ndihmon mu në produktin që po du me bo, pse jo mos të marrë ty kurse të një di që ka muj me nxerr prej teje, se sa me, pe thëmë thojës ashtu me rreziku me dikan tjetër, sot që ketë kolegët e mi janë se cëllë maj mirë se tjetëri. Po nëse e kini dos që i beson, kime njës diçka, po do me bo diçka të mirë, edhe kini njëri që i beson, diçka me nxerr për ati njëri, të parin që e kini dos tonin ma tafër, të profesionit e kam fjallën. Kështu që qaj i pari mund më konë qaj dosti që e thirë, se duhet një njëri besushëm, duhet një shtyllë me pas ku mu më pështeti nëse nuk shkon diçka që është duhet. Besoj që duhet që kjo doslakin në qëtë aspektin e mirë. Po jo doslakin në aspektin e keq që nështë se meriton, po hajtë se e kom dost. Nashta, po thomë. Se po që shkove të mazbut pak që du ashta me të ngusë hala. A din në rast konkret pa emna, s'po du me folë me emna, as me emën të projektit, as me emën personit, ose të personajit, ose të barsit projektit. Po që e din që
valla që aty ka hi për shkak qësaj shoqënisë që e kanë ata mes veti, se bashkë nuk e flenë në roli që ati heq. A din vish kështu në mendin tonë? Jo, rast konkret jo. Jo, që nuk i ka shku roli që ka gabu që e ka marrë qatë dosën e vetë, jo, nuk kom pa. Që si rast, nuk më kara me pas shfaqe as film që e ka prish produktin vetë se e ka marrë qatë dosën e vetë. Kështu që jo, nuk kom pa rast konkret. Nëse ka ta thonë, po nuk di që ka rast konkret. S'do shta me emna si emna, po veç a nje, a din. Jo, që e prish projektin, jo. S'ko këtu i këshyrë mirë. E nashtë, ta i grejsa së të di. Ko këtu i këshyrë me syza kollar. Lërën, ku është morë në qafa vlat shtini në aktërim? More na ke morë në qafë neve që s'po mujna me të po. Kur më ka marrë në qafë? A ka në histori kjo? Po është një histori. Më ka marrë në qafë një profesoreshe gjusë Shqipe në shkollën fillore, ku e kom kryu në shkollën fillore në fshatin Raovic, për nga vi. Raovic e? E Preshevës, e komunës e Preshevës. Mos ma hup që tonë se po ta qef me... Jo, fshatin Raovic, e komunës e Preshevës, profesoresha Liria Sadullau më kalon mësim në gjusë Shqipe. Edhe kemi pas në klasë të 7, nëse s'gaboj, po në klasë 7, kena pas një hartem që i bëshim. Jo bora parë në fshatin tim, po e kena pas ëndraime për të ardhmen. Që aty një 20 minuta nuk kom shtrujt kur gjeq. Titullin, edhe veç e kom lon kimikën, veç kom shtrujt, kom menu për në me, qka, i kom pas 2-13 djetë. Që të mosh seriosisht atë farë hartimi. Po, qka është ëndrajem për të ardhmen. Ka pas futbolist, mjek, të aktori kur më rinë atë qka, okej, që kjo për më pëlqejka. Ta është normal si fëmijë e kom hiperbolizu pak ato, po që kom pas të veçantë aty, kom shkru për me mendim. Nuk kom shkrujt apëty, unë dhe të bëm, po unë kom u bu. Nuk i kom nejtë regullave, po për me kom shprej dëshirën tem, për qatë andrën tem, bashkë e kom shprej qa kom pas në truve që kom qitë. I pat pëlqysh shumë profesoreshës, cilën e përshëndes shumë, nuk e kom pa moti, shkojsh her pasere me vizitu, po kove të fundit nuk kom ujtë. Se ka ndiku shumë të unë, profesoresha. Dhe që e pat pëlqy shumë asaj që kjo që e kom shprej për në me dëshirën tem. E unë atë koma pat zgjedh hartimi më i mirë në gjenerat, që ishke arritje. Oskar i gjusë Shqipe në shkollë. Edhe në stop, në basë që ati hartimi profesoresha, kena pas kontakta ma se unë kry shkollën fillore, që ka ke vazhdu shkollë të mesme, jo vazhdo në aktrim, dërgoj ke monologet ndryshme, kështu që të mësoje, edhe sa më konë fillore, dhe më thonë aktivitetet shkollore, gjithë ka dosin vete, hajde një poezi, një monolog, një diçka, ushtrojnë bashkë, kështu që më kanë ndimu shumë profesoresha. Edhe pe që aty të më thonë konë vazhdu, tëne ka vazhdu Kastria Saqipi, edhe im ka marrë në qafë pak, që po thutim ka marrë në qafë, se unë nuk në qafë që ashtu, po. Ja, kuptim figurativ, hajgare po bëj. E kuptaj, hajgare po bëj, po. Ka që më kanë ejtë shumë afer, gjatë studimeve, më kanë ndimu shumë. Non-stop, halja vazhdoj me diskutu sa që takohem për profesion, se sa më konë fakultet, gjdo sen që e mësoj, e tërë që ka që e pi kafe, pa i kaldu që për thire me pi kafe për që të kumë, po në ndërto e qelë që si muhabet, kjo që ku mësu. Shola nuk e ki dohonin për tina. Jo, e kom nisë pak më herët. Para se me ardhë këto. E mirë, se thash ti kërkoj llogari kështu publikisht. Jo, po ja kom nisë me shpeshtu, të nejtë me kashën. Para klon donit, vazhdojmë. Po çka po më intereson çka po diçka elemente më kështu specifike profesorisha ta ka thonë herë profesorisha gjuhës. Çfarë ku u bazuan, çka cilat elemente ka që të ka thonë ti duhesh me element kryesor e ka pas që të dëshirën tem, që e kom pas që të qëllimin. Edhe pa të mësu që nëse e kini qëllim parsor, më thonë e ki nëse e ke pas shembull futbollin, mjekësinë, aktrimin, po aktrimin e ke pas një 2-3 nivele më lart se këta, pa thonë mos u dorëzo. Çat qëllim duhesh me mri. Puno për me mri çat qëllim. Edhe më ka ndihmu shumë që kjo frazë që më ka thonë ajo, që kjo këshill që më ka thonë ajo, ka ndihmu shumë edhe normal me kur kena kontaktuar pas herë më ka dhënë shumë ndihmë me këshillat e saj. Atë ka ndodhur më herë gjaran me dalë dath. Dath, del një dath. Po ti se ke di që je dalë dath, po tani ke pa veten që je dath? Më ka ndodhur.
në premierë të shfaqjes Qeni Baskervillëve. Te ke pa shfaqjen dhe e di që është një pjesë që e kthejmë komplet aktin e parë brenda 3-4 minuta, 5 minutave. Unë të kom pas që e dal, vish po të vetit te ke di që e dal. Në premierë nuk e kom ditë. E kena pas që te pjesa Saunës, personazhi që e luajsha unë zotëri Henry Baskerville, në Saunë takohet me Dr. Watson edhe me detektivën Sherlock Holmes. Edhe ishke pyetja ku e keni, çka ju ka humbur, kishte më thon këpuca e majt. Edhe komplet ngjarja vazhdoi me këpucën e majt, ku humbi këpuca e majt, pse, çysh, tek u lidh ngjarje mbas ngjarje për çasaj këpuce. Unë dola në premierë të shpejt aty e vesh këpucën, tu vrapu më shpejt me mrrin në skenë, se u dosh ka çashtë ritmin me mrri shumë shpejt. Mu ka desh këpuca në prapa skenë, tu dalën skenë. Edhe çka ju ka humbur, diell zam ka pyet kolegja. Çka ju ka humbur? Edhe kum kshyrë, kum pa që si kam këpucë, vetë se me thonë këpucë, amaj thashëm, pas kanë humbur të dy këpucët. Një ndër rase që kom dalë dahë, edhe kena vazhdu që ashtu me dahë, kom lujtë, kom leqë faqë, më ndaj. Në zarën pak, a? Për situatës tani, mund pak? Po, ato kolegës. Që ato thashë fillim partneri, ka shumë, është këq. Ka shumë rëndësi. Aktorimi, se na kërë shumë prodhimin që e bën aktori, shfaqja, që filmi, që seria televizive, na knaqemi, po marena të rëndit një aktori bluhet shumë, si do më stresi. Çka është stresi? Çu definon ti qatë stresin? Qatë ngarkesin që e ka aktori? S'di definicion, për këtë punë po ta mundona me ta spjegu pak çka më ndodh mu. Përvojën. Stres normal, zakonisht, po çdo herë kena stres para se me dalë para publikut. Është një stres shumë i madh se ki përgjegjësi para me njerëzve. Kanë harxhu kohë pikë e parë. Me thonë kanë ndarë një kohë të caktuar ditës tyne për me të pa ty. Me thonë 1 orë, 2 orë, sado që zgjat ajo, i ka harxhu të kohës vetë për me të pa ty. Një ndër përgjegjësitë. Ka pagu bilet në teatr, dhe me thonë, ka bu harxhim për ty. Është shumë përgjegjësi e madhe dhe ti duhesh me dalë të paktën korrekt para çatij publiku. Nëse jo me i mahnit me shfaqjen që me rolin që e ke bu, po të paktën korrekt me dalë është një përgjegjësi shumë e madhe. Nuk janë reagime shumë, sidomos 2-3 minuta para shfaqjeve, dhe me thonë janë non-stop me s'di, a dalim, a s'po dalim, a hinën publiku. Ja nisë në ardhë era kabla në kry. Ja nisë në mushkëni do kabla. Po, veç, dhe me thonë, a i kena këtë në regull. Edhe pse i ke bo para 2-3 ore, i ke regullu këtë në skenë, që tas ku me lonë, që të më duhet, po veç, edhe neherë dush me allonë në shikema, a është që aty ajo. Për stresit të thonë aktori, a është skena aty? Po, a jeti me mu këto. Skena, a është skena aty ajo? A kam pru skena? Skena që, s'livrita jo. S'livrita, do të të. Dhe më dhënë, baje siklet. është shumë stres, është shumë përgjithësi. A ka ndodhë publiku me folë me ty? Po, më ka ndodhë. A di kështu, instinktivisht, a i folë se ka reagime e njerëz të shohin në flasin me ty, pa e dit efektin, ose në thoi za domin që mund me ta bo ty, a ka ro me një diçka për publikut? Po. Si e reagim dhe i dialogot ton, dhe i veprimit ton? Me shfaqjen cilën ta zgjidh. U konë shfaqjen cilën ta zgjidh në regjit Fiza Ramadanit. Edhe lushim unë dhe kolega jem Albiona Sahiti. Edhe pa të në shfaqjen si shfaqje misafire në Kamenic. Edhe komplet shfaqja fol për një djalë dhe një vajzë që pëlqejnë mes vete, po ky djalë i ka edhe 1-2 që i pëlqejnë. Jashta skenas, janë si narrativa ato. Kjo çika është aktore. Kjo i lun këto personazhet, po ja lun keq që më ka thënë që jeta me këto ka më të shku keq. Hajde martohu me mua. Kjo vajza. Po ky djali është shumë naiv, edhe nuk i kupton këto shaja që po ja jep kjo çika. Edhe ka fundi shfaqjes i përmendni ato emrat e asaj. Kjo ai më thotë jo s'bën. Kjo jo s'bën. Po di, kanë cëllën me martash, cëllën ta zgjidh për këtyre dyjave. Edhe është njëri për publikut, ka përrit, para syve ki, të djallë. Aje mërë do me thonë primatin, para neve, aktorë, në veç betëm, okej, derisa nërë publiku, edhe vazhdum. Po, kjo është shumë, mu më do këtë shumë e mirë se di që publiku ka hi në shfaqje me neve, është në ngjarje me neve,
Edhe i ka ardhur çaj reagim kështu pe shpirtit që o para syve ki vazhdo që edhe në fund ja plotësojmë dëshirën atij djalit bashkohem aty. Apo a lejohet tash në aspektin profesional, a lejohet për shkak kësaj rastesh mu gjin edhe mu kthy me fol me ta se mi aktori më bën një reagim apo duhet me injoru? Jo, unë nuk e shoh profesionale nëse i kthehesh publikut, është muri 4 që i thojmë na pe sistemi Stanislavski që nëse publikun e këna çiknej, muri 4 s'ka me ta kontakt. Nuk ki raport me ta, po si aktor publik, jo si personazh. Nëse mu më ka thonë që ato para syve ki, s'mu më kthiu në po pesho. Për shembull. Jo, është pak si një komik më thonë, apo thua, se pjesëgjellë që do. Ani pak me bë pjesë luajs. Çfarë shumë për gjithë jo nuk jo më reagu demek që s'keni nevojë me fol si diçka ashtu. Po jo, çdo do reagim që ja kthen publikut përgjigjen mu nuk më duket profesionale. Çata po të pyes qysh unë i rri shumë strekt, po them, i përmbana shumë murit të 4, zakonisht normalisht prej kërkesat të regjisorit që ka shfaqje që edhe thyet muri 4. Po kryesisht është ajo, në skena është një jetë në veti. Domethënë jetojnë dy personazhe që nuk janë jashtë atij muri të 4, edhe nuk ka tjerë përpos brenda çetëve 4 murave që ta jena. Unë edhe ti edhe nuk ka tjerë. A të ka ndodh me shfaqjen tonë, me prodhimin që ti ke luajt, çfarë do qoftë ajo për shembull, mu emocionu, qoftë në skenë, qoftë mas skenës, mu përlot njëri se këto janë momente kur nështë aktori e din që është mëra në rolit, edhe lun, po thëmë thoi za ftaft. E lun ftaft, se do në me dhonë që ato po njerës zemi për boshtë vetin, edhe ka njëri rolit që ki të prik, thellë mëra në ati. Po këto emocione që i shfaqim në skenë, po, ka ndodhur shpesh, normal punohet për me mbrit të çaj emocion. Jo, po flas tamam emocione reale, po personale, qoftë jashtë skenës, s'ka rëndësi kur, ka ndodhur në rast. Shfaqjen e parë profesionale që kam pas, domethënë jashtë provimeve të fakultetit, një kohë vitin e dytë studimeve, edhe u punoi ke shfaqja Vdekja e hishme në teatrin e qytetit Preshevë, në vendlindjen tim. Edhe regjisori Kastrioti Saçipi më fton për një rol. Aty e pranoj edhe fillojmë punën mirë shumë deri te premiera. Në premierë kemi pas publik 1000 më shumë vet. Shumë ka pas publik. Ata është hera parë që luajtën teatrit qytetin Preshevë. Edhe është shfaqja parë. Edhe shfaqja parë profesionale. Edhe ke Preshevë. Edhe kam luajtur Preshevë. Në vend tonë, shumë mirë. Në vend tonë me bashkëvendastë me ka pas edhe pe qyteteve tjera, po kryesisht trupa teatrit Preshevës. Edhe të jashtëm. Komblerina, Safetja, Emine Toska, ka pas edhe aktor të jashtëm. Në ekip shumë e mirë. Kena kalu tepër mirë. E kur u përshëndeta e publikun, e pa tani for, që thonë ato flutrat të mbarë që janë, që s'desha çapo buhet. E kur kom dal prej, domethënë në zhveshtore, që ty e di që jom po lot, kom kaq shumë pej emocioneve që mu pa thënë akumulu të i mbajt para publikut që okej, sa ishim të u përshëndet, domethënë, se shkënë ndjen tepër e mirë. Kur kom dalë për paske, domethënë kom kaq tepër shumë se i qita çato emocione që i pata për shfaqjen e parë, çat përgjithësinë e madhe, çat frikën, çat stresin që e pata, çat kënaqësinë në fund që e ndjeva, veç në fund me të kajt me i kom qit jashtë, domethënë u emocionova dhe u përlota shumë. Domethënë energjinë që ta dha publiku. Po. Domethënë mirëpritjen, duartërkitjen, ato domethënë thjesht ajo kënaqësia që ti ke çu te publiku ta ka kthy ty. Po. E çat ka bën përveç si shfaqje e parë, po ka bë çaja për me... Po, që në aprovim shumë i mirë për publiku, që do më thonë ti që kanë edhe për një orë neve, tash në ta këthejmë ty me qëto do të rëkitjen, qëto ovacionet, një ndjej tepër një mirë, sidomos kur i merë për herë të parë. Pse në Kosovë si aktor lunë shumë, pse si në Preshevë? Si e të nga pengu kur gjë burë, aty ku vend ka bëllë. O pika parë, Preshevën e shotë si Kosovë, është të kështu. Unë këtë në sa do që në ndaj kufit, shpirtënisht, moralisht, Kosovë lindore. Po, kur ku marrë në fakultet këtu në Prishtinë, u bo që e rejthi shashinor, rejthi kolegëve, edhe janë njëso me pas projekte këtu, në Prishtinë. Pyetja jam nuk është bashkë thjesht, është më e thellë, pe di që pe kupton, jo rastisht pyeta pse këtu e ju atje. Kuptoj qartë, tani nisën projektet këtu, që ato projekte mbajshin shumë në Kosovë. Nuk kom pas do një ftesë prej teatrit qytetin Preshevë pas vdekjes së hishme prej Kastriotit.
Po do një ftesë mas që asaj shfaqet, do me thonë tash që i kom përfunu studimet edhe gjatë studimeve nuk kom pas një ftesë për teatrit të qytetit Preshevë, edhe në kom gjetë vetën në projektet që janë punu në teatret e Kosovës, që kom vazhdu këto. Mirë shumë. Po, se të pyta, do shta me ditë pak jeta kulturore, organizimi, atmosfera, kushtet në Preshevë qysh janë? Po, Preshevë tash... A ka publik, a ka teatr, a ka prodhim, a ka përkrahje, që shkojnë këtu atje? Ka publik, po zakonisht janë vetëm në premiera. Nuk është i mësum publiku në Preshevë shumë me repriza. Me thonë, nëse jepen reprizat, jepen ndashta një herë, jepet premiera sot, repriza ka më dhonë të premten, tani ose të premten tjetër, ose mas një muaj, nuk janë të mësum me pas repertor ditë për ditë, ose një herë në 2 ditë, me pas shfaqe të ndryshme kanë fjallën. Edhe nuk është që po punohet shumë, tash me siguri lunë roli edhe pjesa buxhetit, pjesa përkrahjes, po në Preshevë viteve të fundit është të punu një shfaqje për një shfaqje në vetë, ajo shfaqje në festival hapet zakonisht ose mbyllët festivali ditët e komedisë shqiptare në Preshevë. Besoj që duhet të punu ma shumë në teatrin e qytetit në Preshevë, që edhe me pas publika me mësu me që ato që ka shfaqje për ditë në teatr ose çdo javë në teatr, edhe me pas zhanre ndryshme, jo veç komedi, me pas dram, tragjedi, tragikomedi, po edhe nëse ka veç komedi me pas të ndryshme, jo veç një komedi që her do kur do nëse jep veç me një qytet, që veç në Preshevë, ka mu lodhë dikur publikut, thotë okej, po është një herë 2, 3, 4, bolla ka diçka tjetër. Që besoj që duhet të punu ma shumë për publikun, ndoshta duhet të përkrah ma shumë teatrit që ata me punu ma shumë për publikun. Nuk e di këto pjesët mbrapa çka qëndrojnë, a është pjesa buxhetit, a është pjesa përkrahjes, nuk e di çka është problemi, po... Po ju që vini për atje për shembull, edhe Kaça, edhe ti, edhe një pjesë që ka e njohën për shembull, kom pa që prodhoni këtu, po i shfaqni atje, domthonë doni me ngjall edhe për kësaj pjesë më shkuani, domthonë me bëni fare lëvizje. Ka shumë shfaqje që i kom punu këto, e kom insistu me i shfaqje edhe në Preshevë. Qeni Baskerville vë shfaqje 2 herë në Preshevë, shfaqja Bardh, Kopraci, kom shu plot shfaqje që i kom punu këto, i kena qu në Preshevë, i kena shfaqje, na kam prit mirë publiku, na kam prit mirë teatri, punëtorët e teatrit, aktorët, pjesa administrative, pjesa teknike, na kam prit tepër mirë. Po, është diçka që pse mos me shfaq para bashkëvendas vetëm. E kom punu, pse me pa veç në foto që okej, pas ka punu diçka përmes rrjeteve sociale, pse mos me pa edhe live. Po nëse sa që të më jepet mundësia, po produktin që kom punu, kam qef me çu në vendindje. A ka me të lashe Mblënën? Ta zom shfaqjen që e bën ti këtu, do me shfaq në teatrin e Preshevës, në Lugin po flas përgjithësi. A ka të lashe du të më morë në i farmiratime për autoriteteve atje? Që shkon kjo se nuk e kom, se më informu bashkisht? Jo, nuk kom pas të faktë nuk kom pas në i rast. A ka në fakt kontrolin e farë mbi këshyre që dojnë me ditë çka ka? Po, pasi se cilin kufi që zakonisht kalon në kufi e ki një farë letre që i kallëzon këtë rekvizitat që i kemi me vete, çka do qofshin ato që i përmban shfaqja, prej këtij teatrin, mysafir në teatrin e qytetit Preshevë, data, orari, është një farë mini protokolle që po thonë që është secilin kufi, që duhet e pas që ato që me kallëzu çka ki, edhe mos me dal peç asaj letre nëse veç të kontrollon dogana. Po, çfarë pas, a nuk kërkohet me ditë çka ka shfaqja? Përmbajtja këto që adin nuk dojnë është ta më thojza më çu patriotizëm, diçka tillë e kam fjalën atje. Ose a ke dëgjuar në rast për Lugin po flas, që u shfaq një shfaqje premier edhe repriza ka pas të lashëm u shfaq për autoriteteve. Sepse kanë kuptuar përmbajtjen. Jo, sa i përket teatrit jo nuk kam pas. Unë personalisht nuk kam pas ai rast, po nuk kam nit për shfaqje që ka pas. Ndoshta është ndonjë që nuk kam informata. Vetë çka din ti? Çka di unë nuk ka ndonjë rast tillë që u ndal shkaku i përmbajtjes së shfaqjes. Paktën unë sa di. Që ndoshta mund me pas ana një, nuk e di. Jem në sezonën para dimit, vjesh dimën me dru, a i keni qitë dru, a keni bona i sa për dru, se më kanë thonë je fantastik mi palu drut. Beli jam ka këshyri,
Si argat bura, po vjen, dash argat, dash adhe një mam, dash po vi, po të një moj, të bojmë një farë. Vit një moj, kështu me shumë qef, po veç jam komplet e kundërta e kësaj fantazi. Jam do me thonë shumë keq. Jam me këtë punë të shtëpisë, do me thonë që drut po i kanë bo, po i ka palu vllau me babën atje në Preshev. E kanë kryer atë pjesë, se të unë nuk besojnë në këtë drejtim. Veç komunisht që ty po të loshin kogja larg distancë, his po të loshin më afër këty në punëve se kur ka punë të shtëpisë, ishe baksëz o vëlla na si thojmë kështu. Jo, që s'di, nuk jam baksëz, vetë s'di. Nuk di, nuk jam i mirë këto punë, e di që një herë e pa ta rre veten me dru. S'dim. Po me gjas kur s'kom dasht, e ja kom dhon vetes që s'di. Edhe kom thënë këtëve që s'di, mos më ngushtoni. Di që në herë e pa ta rre vetën me dru. Tu i palu drut, veç që më këthu kneve që më ka ra. Drut për mi që të palu mës të mirë që i kom bo. Çfarë mjeshti, çfarë. Ta shtë që më beson mu, unë e vitë një moj, po nuk jam fort i mirë. Çka ki lidhje ti edhe medicina? Çka lidhje tash po flas, kam fjalë në aktori, profesioni aktorit me medicinën. Jo ti si për... Aktori me medicinën, pas në rol caktum, nuk e di që ka... More e di që e ke studiolla, po çka lype atyja, pse si atyja? Po, jam i licencum si teknik medicinal. A ke dash nashta, po më shka menja. A ke dash me këtë punë e medicinës, me lidh me aktrimin, ose aktrimin me medicinë, cilën ke dash me lidh tash s'pedi. Mu ba aktor, mi mashtru pacientët. Apo të ka dhy medicina, mi pi vetën lopa e se me donë s'kina. Me cilën e ke lidhë? Jo, asë një një këto, kër e kryta shkollën fillore, isha halon këtë në qatë ndrajime për të ardhme, në qatë hartimin, isha halon qatë vrullën, edhe i thesha në shpirë në shkollë të mesme në aktrim për du. Gjene dikon të kështë e kusështë që me vazhdojnë. Që të mas Breshev, pas në Kosovë nuk pa në atë kohë që ka pas shkollë të mesme të aktrimit. Çka me bo, thash në shpe, thash, çka po doni ju, thash, se dëshirën tem s'po mujnë me plotësu, të paktën t'ja plotësoj dëshirat juve, edhe kam pas prind, po, sidomos nona jam që kisha pas qef në zyre, doktor, profesioni mirë. Po si ketë nona djallin doktor? Prapë den. Me mon qaf kanë. Edhe, okej, thash, vazhdoj në shkollë të mesme mjekësi, po këtë punën e dëshirave ja plotësoj qëto në shkollë të mesme, si të kryu shkolla mesme, dëshirën tem për fakultet e vazhdoj vetë, të një farë pakti me të shpis, një farë marrëveshje që edhe po e kom kryu, jam licencu si teknik medicinal, po nuk e kom praktiku, pos në praktika që kena pas në shkollë, që u dash pa tjetër, po kështu nuk e kom praktiku si profesion kur. Dhe më di kanë qafë se ke morë disët? Jo, që ato praktika që i kom bo, e kom pas një vëzhgus profesionist për mi, kështu që s'ka pas shansa me ndodhë, dhe që ka me marrë qafë në i kanë. E vetë nuk e kom marrë guzimin, edhe nuk kom ambicie e marrë guzimin me praktiku si profesion. Dhe më pe njëfshë mirë në qofse të bjenë puna me lujt në jërën, diçka teknik medicinal. Kam një huri. Po njëfshë kështu, po e përjetëshe. Po. A lunë pishperik? Edhe atë karo me nej me pishperik a o burë? Më karo me nej të luj pishperik. Kena lujtë... Shumë kena lujtë se këtë qiptarët. Po... Tana, po qysh lo lujshi pishperik në Ramazan, apo më kalëzën poshë zotin. Po, në Ramazani... Qysh lo këtë ka në Ramazan, ku ke voti? Ja, normal e konë këtë aspektet që shashnesh këna lujtë nuk ka pas... Po, kuptohet. Po, Ramazanën non-stop, sidomos sa isha në studime në konvikt, kër kam qenë, kër kam banu në konvikt, edhe këna pas agjerojshim krejt, që banojshim, që ishim bashkë banus, me cimira, agjerojshim krejt, hajshim iftar, pishim kafe, edhe i kom pas këtë kolegë të fakultetit. I kryshim provat, detyra që i kishim për me i kry, edhe në mramja, kër i kryshim këtë obligimet tona, u këthashim edhe lyshim pishpirik. Po një rast, po ta kalzoj që metën veç dy kolegë, unë edhe një kolegë tjetër, që lyshim pishpirik non-stop. Në mësu trupi që është obligative dhe nësëfër me lujt pishpirik, dhe qka me bo, me quna atën dhe qysh. Qka me bo, s'keshim lejtarë, se njëfshin kër kam pas kolegëve tonë, ata këshin shku në për shpijat vetë, në vendlindjet vetë, këshin shku me nejtë.
çka me bu, e kena marrë një letër e kena shkrujt, kërkojmë lojtar për Peshperik, pa të më gjitë në derë. E në mbledhën një 10-20 vetë, aty kësh pas boll lojtarë që se kena ditë na që janë. Këtë Peshperika. Këtë Peshperika si na. Që lujnë. Po, ashtu që lujnë. Që lujnë Peshperika kampion, po. Tani jo veç Ramazan, po deri në qershor, deri sa u kry viti akademik, na kena lujt Peshperik për natë. A po se është ajo që do të mi parcellë Ramazanin mos tani. Po, është një farë procedure mas Ramazanit që mos me met veç me Ramazan. Para më pa shkruaj aty, Blerën. Kërkojmë Peshperika. Po vakina kish rrejnë ai kush. A? E kish gjetur. Po të ishin ardhur Peshperikat. Veç unë me lexu, i kish ardhur naty. Po na kërkojmë lejtar për Peshperik, po shumë beqar. Që me pështu pak mos me hi belave. Jo, shumë me rezerve na kon, lejtar për Peshperik. Domethënë, au krijuaj një farë lloj turneu, u bë një farë mini turneu. Vani parë, vani dytë, aty këto gjysmë finale, finale. Po pa vënë, kon vetë që ka vëdet që kush fitoi, apo deri merr këtë farë repetite që na ka mujt kë, sonte duhet na me mujt këto. Ju dul zoni juve. Po, këtë dhoma jonë kon. Dhoma Peshperika. Me nëse nuk ka bëj numër 435 na kon. Aty u kon turner. Turner, tamam. Vetë për anarene ju, më shële dira ndërke. Kallëzëm se ku morë vesh për një aronit tanë, që i kështë pas ma ashtëru fort, ha? Qysh punove një 2 javë ke punu si profesor? Me dhe. Qysh mja batë zëzdit një pashtë zotin? Që ka ndodhë vitin e kaljum. Filloj viti i ri akademik, unë isha vitin e 4, edhe tupi kafe para ligjeratëve të para, edhe vjen një student e vitit parë që unë e njëfsha shok jem. Tupi kafe në dy vjen një shoku i ti, një kolegi i ti, që unë nuk u njëshe me ato hala. Edhe tupi kafe prezentohu nga Blerë, unë mu prezentohu dhe aj tupi kafe, merë për ati një pyetje, tha, te a je profesor, apo? Thonë veç e disha që informatën e ka aj që jem profesor. E kom këshyr këtë shokën që okej, këta po që të format e ka vëdi me sy që s'po di diçka ekstra unë. Tha, thash veç ta provoj, thash. Po, thash, profesor, thash, fakt asistent, jo, thash, po, profesor. Okej, qëfar lëndë, thash, diksion. Thash, jam asistent i profës shkom bëni strefi. Istrës. Edhe, zdi pëse, a i mbesoj shumë, që jam profesor, edhe mu drejtoj ke me prof. Edhe i tregova disa kolegëve aty fakultet që është i vitit 3, klasës tëm vitit 4, thash që nëse rastësisht gjen që ky person në kryeja të nej, drejtoni me profesor veç. Unë jam profa, mos kem të lashe. Edhe një 2 javë kena marrë çto që sa ka lekë, ai profa bëni pyetje, ma bësh po mendoj që kjo derisa i kallzova dikur apo të bëna hajgore. Po ka prit shumë mirë ato, nuk ka marrë diçka për keq. I ka pëlqyer si fore që kanë lëshu si hajgore që u kon. Në fillim me të partën jo, po tani e kuptoj që okay, po vetë ma dha qatë mundësi që profesor dhe vazhdova, një 2 javë e këna që shto që jem kom profesor një 2 javë. Njësë ti pak me hinë në rëdë dhe mu sa herë ka lëka ajo në shame me farë. Apo, a? A i një gati, për ligjerat. Ti të shku kështu, a vëdin? Kështu si të vjenaj, ting, të nështi, profa. Në klasë. A ti të një klasën tjetër tani me... Direkt. Më falë profesor Sovanovë, në ishë fjallë tjetër. Lenën, nuk di që shkaj kjo farë kohë, a ka në esenë që s'mu ka kujtu me të vetë? E që ti e ki mundësi me nda pa derë në original show? Jo, pa të sene që mi kujtove të që i kisha pas haru une, që kështë shumë të mira. Unë nuk naqa, kalova te për mirë, falim deri për fesën e arkivet tonë, në pak i kom hi arkivet tonë, e kom shpletu pak. Së është si vivis, hajtë që ashtë të në thonë, hajtë që të bujmë lafë. Ja. Falim deri shumë që ke gjithë kohë, më kënderu, me originalitetin që i ke dhonë sonte, asi shumë e madhe për mu. Faleminderit ty për ftesën edhe mundësim për me shfaq originalitetin tem, që shumë faleminderit. Faleminderit shumë, dashur shikues, ky është Original Show me originalitetin që e jep zakonisht. Na shihemi në emisionin tjetër. Shëndet, natën e mirë.